Riktheni emisionin Ura, një thirrje e diasporës shqiptare në Amerikë, mbyllja e emisionit Ura të drejtuar nga Artur Bezade, edhe si një rufe në qell të hapur për shqiptarët e diasporës, shkruan Bota Sot. Ky emision që dikur ishte një dritare që për çdo shqiptar në mërkim, një frymë diskutimi të lirë dhe të hapur, u shua padrejtësisht, pse duhet që radio dhe televizioni shqiptar ta shuajë këtë urë kaq të domosdoshme komunikim. Ju po mbyllni një kanal që mbante të lidhur diasporën me Adeon dhe ne gjykojmë se mbyllja e urës është më shumë një akt prej burokratësh. Ajo është një goditje drejt për drejt ndaj shqiptarëve që jetojnë jashtë. Imagjinoni një urë që lidh breza, kultura dhe sterma shqiptare në çdo cep të botës. Emisioni në fjalë ishte pikërisht ajo urë, sot shqiptarët e Amerikës ndihemi sikur po na mbyllet goja. A ka frikë dikush nga fuqia e diasporës? A është e pakëndshme për dikë që shqiptarët e Amerikës të kenë një platformë të lirë pa censurë, shkruan Bota Sot. E theksojmë se kjo është një çështje dinjiteti, ju po na mohoni ne si diasporë, si një komunitet që ka mbajtur gjallë lidhjet me Adeon përmes sakrificave dhe dashurisë. Ekranet e RTS-s janë mbushur me filma socrealist, filma bardhësi dhe emisionet veçanta që imunizojnë kohën e komunizmit, megjithatë nuk gjen vend për të shyer diasporën me frymën Adeo duke hequr atë fije drite që na bashkon.